Shtrirë në lindje të vendit, komuna e Kamenicës ngërthen në vete 58 vendbanime, ku mbi 5.000 banor jetojnë në zonë urbane e rreth 18.000 të tjerë në atë rurale. Ndër sfidat e pushtetit lokal mbetet sigurimi i transportit publik, që pos lehtësimit të jetës nuk do të jetë arsye për braktisje të fshatrave. Tani jemi duke hartuar edhe plane me mobilitetit, janë dokumente të domosdoshme administrative që ne po punojmë edhe me partnerët tonë të jashtëm strategjik, që pjesa administrative ta kemi në rregull para se të ndërmarrim hapat e tjerë investues që na sjell deri te një transport i rregullt, ku komunikimin në mes vendbanimeve tashmë e kemi mirë të organizuar. Statistikat flasin se janë rreth 10.000 banor të kësaj zone që kanë migruar. Investimet në fshatra mbetet një sfidë tjetër e institucioneve lokale për rikthim të tyre. Komuna e Kamenicës i ka vendet e ka malësin që mundet me bë blegtorit mirë. Ka vend për ekoturizëm? Ka vend edhe shumë. Të marrë është që kur vinë italian shpesh e frekuentojmë edhe fshatin tim të Gjecin e Ku pojnë të firma aty ku po zhvim në produkët, si cili pe ka pasonin e vetë. Me ato dele, me ato lope, me ato po zhvillohet venim. Si cili pe ka 100.000 euro vlerë, ma tepër. Unë si banor jam i fshatit Karaqeu, besoj që është mirë, dhe besoj që kam u bë ma mirë. Nuk mendoj që ja vleri një me lëshu vendin, dhe të më najtë me punu vendin tonë këtu. Janë të një pritur dhe ata, shumë ka investu, po do të investojnë ma shumë pas kësaj shkollë asfaltimit të rrugëve në fshatat rurale mund me investu dhe ma shumë. Marë për bazë se pozitën gjeografike, pos blegtorisë, ekoturizmi është pikë tjetër ku investimet nuk do të mungojnë dhe mirëpriten nga banorët e zonës. Ka më shumë se 4 bizneset të tilla, të cilat ne kemi komunikuar, kemi ndihmuar dhe facilituar shumë procese, kemi dhënë shfrytëzim edhe programa publike dhe objekte publike që ata të instalohen në tokën tonë publike ose në objektin tonë publike për të ngritur një biznes dhe të cilën ja ka ndalë jashtëzakonisht mirë. Kamenica këtë vit operon me mbi 15 milion euro buxhet, nga të cilat 1.9 milion janë të parapara për investime kapitale. Janë 60.000 euro të planifikuara për shpenzim për ndërtimin e pritorit të autobusëve në përqytet, si dhe 21.000 euro të tjera për ndërtimin e pritorit të autobusëve në disa fshatra. Janë mbi 14 projekte të parapara të shpenzohen para të buxhetit për asfaltim të rrugëve dhe zotimin se investimet në hapësirat ekologjike Kamenica të arrijë të shndrohet në një komunë ekologjike bashkohore.